Në tetorin e vitit 1081, brigjet e Shqipërisë u mbuluan nga një flotë e madhe. Toka shqiptare aso kohe pjesë e perandorisë bizantine do të bëhej skena e një përballjeje epike midis dy gjigantëve të historisë mesjetare, perandorit bizantin Alexius Komnenit dhe komandantit norman Robert Guiscard. Në qendër të kësaj drame, një vend i vogël, i heshtur, ndroqi, buz lumit erzen. Aty në një mëngjes të përgjakshëm, perandori i një perandorie të madhe do të rrethohej nga 9 kalorës armiq dhe do të sfidonte vdekjen. Ky është rrëfimi i një ngjarjeje që i ngjan një legjende, një ngjarje që ndodhi në trojet shqiptare dhe që vet Ana Komnena, vajza e perandorit, e përshkroi me penën e saj si një mrekulli hyjnore. Nëse e do historinë e vërtetë të shqiptarëve, shtyp butonin e pëlqimit, abonohu në Histori Epike dhe ndiz këmbanën që të mos humbasësh asnjë video të re, sepse këtu e kaluara rilind. Në fund të shekullit 11, Evropa ishte në lëvizje. Nga perëndimi, val pas vale, kalorësish norman pushtonin tokat e mesdheut. Një prej tyre ishte një burr me shtatë gjatë, me mjekër të trash dhe zë të fortë, Robert Guiscard. Duk i Apulis dhe një nga strategët më të rrezikshëm të kohës. Roberti kishte një synim të madh, të pushtonte Konstantinopoljën, zemrën e perandorisë bizantine. Por për të arritur këtë, ai duhej të merrte Durrësin, një port strategjik në Adriatik që lidhte Italinë me lindjen. Flota normane zbarkon në bregdetin shqiptar. Brenda pak orësh, rrethimi i Durrësit është i plotë. Muret e larta të qytetit përballen me trumbetat dhe shtizat normane. Flamujt e Robertit valviten në erën e tetit. Qyteti ndjen erën e luftës. Në atë kohë, perandori i Bizantit ishte një burr vetëm 24 vjeç, Alexius Komnenus. Ai kishte marrë fronin në një kohë krize. Nga lindja kërcënonin turqit Seljuk, nga veriu bullgarët e serbët, nga perëndimi normanët e Robertit. Por Alexius nuk ishte një perandor i zakonshëm i oborrit, ai ishte një luftëtar. Ai kishte kaluar vite në fushbetej dhe e dinte se pushteti nuk ruhej me fjalë, por me gjak e me shpatë. Kur mori vesh për zbarkimin norman në Durrës, ai mblodhi trupat bizantine, aleatët e tij Venedikas dhe mercenarët dhe marshoi drejt qytetit. Në vjeshtën e atij viti, 2 ushtri të mëdha u përballën përballë mureve të Durrësit. Në agimin e 18 tetorit 1081, fushat rreth Durrësit u mbushën me kalorës, harkëtar dhe shtiza. Normanët u rreshtuan në mënyrë të përkryer, si një mur hekuri. Bizantinët me fanariotët në krah dhe Venedikasit në anën e majt nisën përleshjen. Në mes të zhurmës së përleshjeve, kali i Aleksiusit, një kal i fuqishëm me ngjyrë kafe të errët, i quajtur Sgurices, shkelmonte tokën si i tërbuar. Perandori ishte në vijën e parë të betejës. Por normanët ishin të pamëshirshëm. Sulmet e tyre të furishme thyen linjat bizantine. Trupat u shpërndan. Durrësi ra në kaos. Zhurma e shpatave u përzie me britmat e të plagosurve. Alexius u detyrua të tërhiqej drejt brendësisë së vendit, i ndjekur nga kalorësit norman. Perandori arri në një vend të quajtur Kake Pleura, që sot njihet si Ndroq.
Poshti rrjedh lumi erzen, ndërsa përballë një shkëmb i lartë e i thepisur. Nuk ka as rrugë përpara, as rrugë për të kthyer mbrapsht. 9 kalorës norman e rrethojnë nga të dyja anët. Shtizat e tyre shkëlqejnë në dritën e diellit. Aleksius, i vetëm me kalin e tij, gjendet në mes të një gryke me vdekjen që i afrohet centimetër pas centimetri. Ata e godasin nga e majta, pastaj nga e djathta. Ai përkulet mbi kal, mbështetet në shpatën e vet dhe qëndron në ekuilibër vetëm fal një mrekullie. Shputa e këmbës së tij mbështetet në batanien e kalit. Ata tentojnë ta rrëzojnë, por ai nuk bie. Në atë moment, kali Skurices, një kal lufte, si në një mit të lashtë, kërcen mbi shkëmb, si Pegasi me krah të padukshëm. Kalorësit norman ngelin me gojë hapur, disa shtiza bien në tokë, të tjerat ngelen të futura në mantelin e perandorit. Aleksius zhduket në majtë të shkëmbit dhe fillon të ikë drejt maleve shqiptare. Por aratisja nuk kishte mbaruar. Pak më tej ai përballet me një grup tjetër kalorësish norman. I rrethuar nga dy anë, ai shën në qendër një burr me armaturë të ndritshme. E ngatron me vet Robert Guisardin. Pa hezituar, ai drejton shtizën dhe e sulmon. Goditja e tij është e saktë. Ai fut shtizën në gjoksin e kalorësit norman, duke e rrëzuar në tokë. Normanët ndalen. Në vend që ta ndjekin, ata shkojnë të ndihmojnë shokun e tyre të plagosur. Aleksius shfrytëzon qastin dhe zhduket në përpyje. Për 2 ditë net, perandori kalon në për terrene të vështira. Ai përshkon Krabën, një zonë malore mes Tiranës dhe Elbasanit, dhe më pas zbret drejt Ohrit. Balli i tij është i plagosur, trupi i lodhur, por mendja e tij është e kthjellët. Ai nuk është thyer, në zemër mban dhimbjen për ushtarët e rënë, por edhe vendosmërinë për ta rifituar Durrësin. Ndërkohë, ushtria normane përpiqet të ndjek perandorin, por pa sukses. Kthimi i kalorësve pa Aleksiusin zemëroi Robertin. Ai i kërcënon me ndëshkim, por edhe vetë Roberti i kupton. Asnjë kalorës nuk mund të ngjitej në atë shkëmb pa ndihmën e Zotit. Ndërkohë, rrethimi i Durrësit nuk është pa kosto. Normanët përballen me sulme nga malsorët shqiptar dhe nga trupa dalmate të Bodinit. Shigjeta nga kodrat prit në Porlugina. Ky ishte vend i vështirë për t'u mbajtur. Në qytetin e Durrësit, Aleksius kishte lënë për mbrojtje një oficer vendas, Komis Kortes, një shqiptar. Ai së bashku me oficer Venedikas mbanën kontroll kalan dhe organizon mbrojtjen e qytetit edhe pasi forcat bizantine janë tërhequr. Ky është një detaj që shpesh harrohet. Në këtë ngjarje epike, shqiptarët nuk janë spektator. Ata janë pjesë e qëndresës. Vetë Roberti ishte një figurë e jashtëzakonshme, i gjatë, me flokë dhe mjekër të dendur. Një luftëtar që nuk ishte humbur shumë betejë, ishte i ashpër, ambicioz, por edhe i respektuar nga ushtarët e tij. Ai nuk njihte frikë. Por edhe për të, shkëmbi Ndroqit do të mbetej një mister, si kishte mundur një njeri të arratisej në atë mënyrë. Kjo ngjarje është një nga skenat më të jashtëzakonshme të gjithë fushatës normane në Ballkan, një përballje mes një perandori bizantin dhe një ushtrie të pamëshirshme në një copë toke që sot quhet Ndroq. Aty ku historia u përkul përpara guximit të një njeriu dhe fuqisë një kali luftarak. Dekada më vonë, vajza e perandorit Ana Komnena, e mbyllur në një manastir, u ul për të shkruar një nga veprat më të famshme të mesjetës bizantine, Aleksiadi. Ajo përshkroi çdo detaj të kësaj ngjarje, mënyrën si kalorësit norman e rrethuan babain e saj, mënyrën si kali u hodh mbi shkëmb, mënyrën se si ai vrau një nga kalorësit e Robertit dhe u zhduk në male.
Për të, kjo nuk ishte vetëm një aratisje, ishte një shenjë hyjnore, një dëshmi që perandori ishte i mbrojtur nga Zoti. Sot shumë pak njerëz e dinë se ky episod epik ka ndodhur në tokën shqiptare. Ndroqi, Lumierzen, Kraba, këto vende mbajnë në heshtje jehonën e një betejë që mund të kishte ndryshuar fatin e Evropës. Nëse Aleksius do të ishte vrarë atë ditë, Bizanti do të kishte rënë më shpejt dhe historia e Ballkanit mund të ishte krejt tjetër. Por ai shpëtoi dhe më të shpëtoi edhe një pjesë e madhe e historisë evropiane. Kali që kërceu mbi shkëmb, shtizat që u ngulën në ajër, një kalorës që ra, një perandor që u zhduk në male, një komandant shqiptar që mbrojti qytetin, këto nuk janë thjesht rreshta në një kronik. Kjo është një histori e gjallë, një legjendë që ndodhi në tokën shqiptare. Shkruani në komente çfarë mendoni për këtë ngjarje historike dhe çfarë historie tjetër do të donit të tregojmë në videon e radhës. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.